Përveç partive politike, ligji i qeverisë për përfaqësim të drejtë adekuat ka përplasur edhe botën akademike. Profesorët Mersim Maksuti dhe Jeton Shasivari në emisionin e mbrëmshëm në debat në Shenja kanë shpalosur argumentet e tyre pro dhe kundër këtij ligji. Për profesorin Mersim Maksuti, ligji nuk ka elemente të ligjit. Maksuti nënvizoi se ligji nuk ka mekanizma shtrëngues dhe ndëshkues, prandaj tha se kjo ishte edhe një ndër arsyet se pse u largua nga trupi koordinues. Ky trup koordinues, i cili përbëhet prej Zavendës kryeministrit, madje vërejtja ime e parë është prej këtu nis, rreth trupit koordinues. Mirë do të ishte Zavendës kryeministri i partjet, jo vetëm të figurohet. Ai do jetë. Vetëm pak. Unë kërkoj ligjit çka thotë. Jeton, të lutem, të lash të flasish. Sepse ligji ja garanton që të jetë edhe këtë do arsye. E kemi këtu unë i thirrem ligjit, nuk i thirrem pallavrave, deklaratave, media andej politikanëve, unë i thirrem ligjit. E ke dispozitën, do analizojmë dhe do ta interpretojmë bashkë. Më lejo tash ta jap sqarimin tim. Ne i referohemi ligjit. Nga ana tjetër, profesori Jeton Shasivari vlerësoi se ka ligje që nuk funksionojnë me gjova, pasi ato nuk janë garanci se do të zbatohen. Shasivari theksoi se nevoja për ligj të ri nuk erdhi vetëm si pasojë e vendimit të gjykatës kushtetuese për shfuqizimin e balancuesit, por edhe nga kritikat e vazhdueshme të Komisionit Evropian. Ne nuk kemi, domethënë, agjenda politike, ne jemi profesor universitar të drejtës kushtetuese dhe secili kemi dhënë kontributin maksimal, kuptimin që zgjidhja finale të jetë më e mbrojtshme në aspektin kushtetues, të ndërtohet një sistem institucional brenda. Kur jemi tek ligji për përfaqësim të drejtë adekuat, vlen të përmendet se përpos propozimit të qeverisë që është në procedurë parlamentare, edhe Zjadin Sela në parlament e ka propozuar një propozim ligj për përfaqësim të drejtë adekuat, duke e vlerësuar si të plot, sepse sipas opozitës propozimi i qeverisë është formal dhe nuk dëshiron zgjidhje të çështjes.